rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt në pjesën e dytë, në pjesën e parë. Kemi folur për zgjedhjet e patë se çfarë kaosi ishte fleta votimit, po skeçi bën se cila parti dhe koalicion nga 37 veta për 11 bëjnë llogarin që i bie 370 dhe rreth 400 emra që duhet të jenë, pra 37 për një parti janë 11, imagjino se çfarë kaosi bëhet. Berat, ti voton? Po. Ti voton dhe Shqipëri dhe në Kosovë? Dy shtete. Ti, po pse s'votojnë në Kosovë? A s'ke pasaport Kosovës, a? Jo, nuk ma keni dhënë. Ti e ke pas merituar, domethënë. Jo, s'ma japin. Jo, nuk e kam se ke kërkuar. Se ke kërkuar, domethënë. Po me kënaqësinë më të madhe do isha, unë nuk është se dua për një gjë, veç faktit që do isha krenar, ti isha dhe qytetari i Kosovës. Ndoshta je ka pret rikthimin e Hashim Thaçit, më ta dhon mirë Solemën. Kush do që të ma japi, unë falenderoj, kush janë autoritetet e Kosovës, nuk ka. Mo çuditshme pak që se ki, domethënë, se nëse ata nuk ta binë të shtëpia pa aplikuar. Jo, do ta apliku, po është e vërtetë, është pa im. Tani, po Kosova mbylli zgjedhjet e saj, vetëvendosja është forcë fituese në Kosovë, por e pamjaftueshme për të ndërtuar një qeveri vetë. Ndërkohë, sot është mbledhur për herë të parë parlamentit, lutem, më jepni pak material numër 6. E kishën përpara letrat e betimit, por seanca e konstituimit të kuvendit dështoi që në fillim deputetët nuk arritën as të betohen pasi nuk ka kaluar raporti i komisionit për verifikim të kuorumit dhe mandateve. PDK, LDK dhe AAK ishin kundër raportit. Vetëvendosja dhe disa deputetë pakicave për e ata të listës serbe abstenuan. Edhe pas konsultimeve marrëveshja nuk u arrit, pasi letra e kryeministrit drejtuar po të martën kryetarit të diritashëm të parlamentit Glauko Njufca nuk po u ambush syrin opozitës. Vetëvendosja akuzoi opozitën se bashkë me listën serbe qëllimisht po e bllokojnë procesin e konstituimit të kuvendit. Mbetet kryesuesi të seancës që të organizojë dhe të mbledh deputetët në një seancë të radhës, më së largu 48 orë nga momenti i dështimit. Tani, unë nuk e kuptova dot qartë në përgjithësi, sepse nuk e njoh aq mirë kushtetutën e Kosovës. Praktikisht Albin Kurti, pra vetëvendosja, ka marrë 52 deputet, mos gaboj? Jo, i ka marrë 48 deputet. I ka marrë 48. 48 deputet dhe i duan dhe 12 deputet, që 13 deputet që ajo të shkojnë shumicën e thjesht prej 61 mandate. 10 i merr nga minoritetet, po i themi jo serbe. Po, pra janë 10 jo serb, janë 10 serb. Po ne po mendojmë vetëm jo serbët, sepse Kurti ka thënë. Po edhe të serbët e merr një, domethënë e merr Milan, e merr Zoran. Tani, Albin Kurti dhe duhen 2 apo 3 mandate të tjera, të cilët deri tani mendohet që i ka siguruar nga mbështetja e Fatmir Limajt. Apo jo? Po, patjetër. Pra Albin Kurti e ka mazhorancën për ndërtuar qeveri. Pse dështoi sot seanca? Teknike është, fevzi nesër ose pas nesër kryhet kjo çështje, pra është verifikimi mandateve. Pra në të kalumen kjo ka kalu pavrejtshëm. Mirë po, është fut në fuqi një ligjëri që kërkon që kur ti jep dorëheqjen që dha Albin Kurti, ti dush me lëshu dhe pozitën e kryeministrit. Pra dush mu tërheq komplet qeveria dhe qeveria mu drejtu prej sekretarëve permanent. Edhe tash opozita këtë herë nuk ja kaloi atë, edhe herët e tjera nuk ka pasur rëndësi kjo gjë. Jo, s'ka pasur asnjë rëndësi. Po edhe kja kalon, domethënë se nuk është një gjë e madhe se nesër e kalojnë, domethënë se i kanë votat vetëvendosja i kohës. Mirë, nesër vetëvendosja, antarët e qeverisë të vetëvendosjes duhet japin dorëheqje nga qeveria? Po, kanë dhënë dorëheqje. E kanë dhënë dorëheqje. E kanë dhënë dorëheqje, po këta po thonë, ne kemi dhënë dorëheqje, po shkojnë prapë në vendet punës. Opozita vetë ti s'mundesh edhe me dhënë dorëheqje dhe më shku në vendet punës. Sepse ligji e kërkon në mënyrë taksative që ai që dorëhiqet nuk qëndron detyrë derisa të vit tjetri, po largohet automatikisht. Po kush e drejton institucionin? Sekretarët permanent. Sekretarët e përgjithshëm. Po, sekretari i përgjithshëm, pra institucionet më të larta janë ministri, zëvendësministri, sekretari i përgjithshëm. Po postin e kryeministrit kush e drejton? Sekretari i përgjithshëm. Po sekretari i përgjithshëm i kryeministrit, nëse se po e marr nga ana logjike, nëse parlamenti hyn në një krizë, në këtë rast dhe nuk zgjedh dot kryeministrin e ardhshëm. Dhe ky proces zgjat 8 muaj, 9 muaj, 1 vit që mund ndodhi. Si 1 vit, një shtet drejtohet me sekretar të përgjithshëm, se kjo është absurde. Po gëtë se lexova sot, domethënë është idiotësi kjo puna e ligjit, se këta thanë. Po tani kjo është idiotësi. Ligji që duhet ketë 2/3 për të hapë seancën e presidentit dhe pastaj zgjedh me 50+1. Po ajo idiotësi juridike. E vërtet. Sepse mund të hapej me 51 dhe t'ishte presidenti i fortë duke pas 2/3. Patjetër, sepse sikur t'ishte edhe zgjedhja presidentit me 2/3, ka kuptim kjo 2/3. Ose le t'ishte korumi i hapjes seancës me 50+1, që është normal, si në çdo cep të globit, dhe 2/3 duhet ishte zgjedhja e presidentit. Jo viceversa. I kemi disa anomali, edhe pse ndoshta janë avani
Në rajon që kena bo mësë shumë të ushtrime juridike, dhe më thonë, s'kemi lon variant pa e trajtu, sa i përket kush mundet, kush s'mundet, sa her mundet, sa her s'mundet. Pra, për momentin, i vetmi ngërë që është që në bazë ligjit, gjithë qeveria duhet jap dorëheqjen dhe institucionet duhet drejtohen nga sekretari përgjithshëm, por në qoftë se kjo qeveri që i jep dorëheqjen nuk ndërtohet dot një qeveri e re, nuk i ka votat, i bie që shteti të funksionojë me sekretar përgjithshëm. E kush është sekretari përgjithshëm i kryeministrisë që merr vendime politike në emër të kryeministrit? Po nuk mundën me marr vendime politike, sepse kur je e dorëhequr, pra kjo është edhe ideja, domethënë se kryeministri quhet kryeministri në detyrë. Pra asnjë vendim nuk merret. Pra aktualisht është ne, si më thon, autopilot qeveria, nuk merren vendime edhe ky zguzon me marr. Edhe pse ky merr, domethënë nuk e pyet, nuk pyet, po juridikisht, me ligj, me kushtetut, ky është vetëm në autopilot, edhe i procedojnë pagat, i procedojnë këto vendime që janë pra, dhe më thonë, responsive, që janë kështu të rutin, që cilat do të kryet. Po vendim politik zguxon me marrë, dhe më thonë, kur je i dorëhequr, kur je në detyrë ti nuk merr. Albin Kurti sot deklaroi dorëheqjen, të lutem anxhir pak shtatën, kjo jo shtata, kjo është dorëheqja e shtata, kjo është dorëheqja e Kurtit, pra sot ai ka dorëzuar me shkrim me sa shohun, por ndërkohë ai pati edhe reagim në Facebook, nxjerr pak tetën tani, reagimi tim në Facebook është ky, teta, në cilën thotë deputetët e opozitës, PDK, LDK, lista serbe dhe AK, i ka futur dhe serbët tu, sot votuan kundër raportit Komisionit për verifikim në mandateve. Në një votim krejt formal e teknik, që bazohet në dokumentacion e KQZ-s, ata u rebeluan kundër betimit deputetëve dhe konstituimit legjislaturës 9. Ky është sulm brenda institucional kundër Republikës Kosovës dhe zgjedhjet demokratike. Kjo situatë e paparë është situatë e paparë shtetin ton e shumë i gjerë. Ne qeverisim bare mirë. Këta lanë nam e bëjnë lajm të keq për shtetin ton. Se janë kundër qeverisë Republikës dihet, por se janë dhe kundër vetvetes këtë mësuam sot. Mas pari kjo është një politikan i vogël, Albin Kurti. Dhe më thonë është Karagjoz, dhe më thonë politikan, sepse shif që ka bo, dhe më thonë e fut listën serbe me PTK, LDK, OK, tash, a di pse bën këtë? Po dërë me kamuflu fatmirlimin që e ka brenda. Dhe më thonë, po dërë me zhvendos debatin në rrafshin patriotik, sepse retorika këti njeriu të vogël, pra këti Karagjozi politik, është konë që regjimi vjetër, 20 vjetë shkatërim. Aktualisht, në partneritet me Albin Kurtin, në ndamjen e pushteteve është, le të themi, figura qendrore e sulmume për këtë, në Fatmir Limaj. Pra, nëse ka pas dikush që ka një sulmum prej vetëvendosis dhe prej këtyre njerëzve, ka qenë Fatmir Limaj. Aja kanë bo marrëveshje në bazë një urive të mija më të mija. Edhe e kanë fut Fatmir Limaj. E para, është deklaruar marrëveshja mes Limaj dhe Kurtit? Burimet të mija thonë që po. Jo e pranuar publikisht nga? Jo, e kanë pranu që janë taku me njëri tjetrin. Dhe më thonë që ka pas një numër i madh i njerëzve në Kosovë. Limaj do të bëhet pjesë e qeverisë apo do ta mbështesi pa hyrë? Ja, unë besoj që do të bëhet, dhe më thonë, gjasat janë që do të bëhet kryetari i kuvendit Limaj, sepse e para Limaj nuk mundet më u bë pjesë e qeverisë personalisht, sepse po u bë pjesë e qeverisë, atëherë deputeti i radhës i du të mu largu për mandatit deputetit, deputeti tjetër i radhës i takon AKës. Pra nuk është... E humbin shumicën. Dhe humbin shumicën. E humbin shumicën. Po, në këtë rast, pra, ju mendoni që ka një marrëveshje, po që nuk është bërë publike dhe nuk është pranuar nga palë. Ju e quajtët kryeministrin Kurti një lloj Karagjozi politik. Është Karagjoz politik. Po, ky që ju e quajni Karagjoz politik ka fituar 2 herë zgjedhjet me një shumicë as Ibrahim Rugova, që ishte mit në Kosovë, nuk e ka fituar. Janë, dëgjom, e ka fituar herën e parë. Herën e parë, pra. Herën e dytë doli partia e parë. Me rezultat shumë të lartë. Se zakonisht kanë qenë më të balancume. Po, kjo ka shpoll veten ndryshe pi tjerëve. Pra, kjo ka dalë, në zgjedhjet e fundit kjo ka thonë po bëjmë referendum. Po. Unë e kundër gjithëve. Edhe tash, çu erdh puna, ti kundër gjithëve po bën koalicion me personin që e kanë akuzuar për qindra miliona euro për vjedhje. Domethënë këtë fushata kundër Fatmir Limës është konë e inspiruar me këtyre njerëzve që kanë marrë parë, si thoni këtë bojler, atë që është, okay? Pra, ka pas gënjeshtra taso natyre që kanë thonë Kjo është në politikë normale. Po, s'është normale, se një numër i madh i njerëzve që e kanë votuar këtë zgjedhje